Pastaj Allahu na sprovon për të na kthyer tek ai. Ndodh që ndonjëherë për shkak të komoditetit që na krijohet në jetë, sidomos në akhiri zaman ku aspekti material skajshmërisht është zhvilluar. Edhe komoditeti që krijohet për shkak të zhvillimit material krijon një lloj rehatie mashtruese, saqë e harrojmë ndonjëherë Allahun ose e kufizojmë raportin ton me Allah në minimale. E minimizojmë ibadetin ton. I përmbahemi vetëm gjërave obligative. Qatë namaz obligativ, ndonjëherë pa sunete fare, vetëm me farze. Po flas për kategorinë e rregullt namaz false, nuk po flas për të tjerët. Edhe kategoria më e rregullt e namaz falsve ndodh që për shkak të komoditetit të tepruar, për shkak të rahatisë së madhe, që të harrojnë ndonjëherë Allahun. Pra nuk i kthehet Allahut vetëm se kur e ka obligim. Ndërkaq Allahu na sprovon për të na rikthyer tek ai sa më shpesh, sepse vlera e vetme për ne, rahatia reale për ne arrihet atë kur ne i kthehemi Allahut, edhe në kamje, edhe në skamje, edhe në luftë, edhe në paqe, edhe në shëndet, edhe në sëmundje, sepse çdo gjë ndërlidhet me Allahun subhanahu wa taala.